me frymën e tij, me punën e tij, na heqë edhe në vetën e tij. Nuk më mundë me kalu dhe me të... Profesor, veç me mazot lartë. Nuk më mundë me të kalu. E mi ka përqyë disa probleme. E po flasë për problemet e mia fizike, problemet e mia emocionale, problemet e mia psiqi, që janë krijuar edhe po vazhdojnë në filluar edhe më shumë. Po vazhdojnë me vacaruar edhe me ushuar edhe më shumë dhe sa që kom ndru, dhe sa që kom mendu, edhe se sa që jam duke punu. Problemi fizikimi, realisht jam gjohë dhe fizikisht, po jam në vëllëstosëm dhe qëndrusëm, nuk të dorëzohem. Deri të shkejtëvarë. Problemi im emocional është që jam duke përjetuar shpesh jetën vepër, dhe shka serios, para arzët e ti dhe pasarëve të mohët, dhe shka serios. E cili me luftën e tij, me mendjen e tij, na krijoi një hapësirë dhe na siguroi një tokë, mbi të cilin jemi duke jetuar. Problemi psikologjik, edhe këtë që nuk po duhet më marrë shumë kohë, është që sepse duke filluar nga viti 2013-15, veçanërisht pas shkollës shtetit Kosovës edhe Republikës Kosovës, në vendin që kultura shqiptare, në vendin që historia shqiptare, në vendin që humanistët shqiptare, helenjtë dashur, luftarët e lirisë, themeluesit e shkencës, themeluesit e dijes, folklorit, muzikës, dardet, krijohet mundësia dhe vjen duke zhvilluar nga shtetet, dy shtetet tona që kemi si shtete, Kosovën dhe Shqipërinë. Pastaj Maqedoni, pjesën e shqiptarëve në Shqipëri, në malin të zi e më flasin për drejtësi e në Bosnjë edhe në Pazar. Perspektivë që kemi pas sa e radhe, janë vazhdim të perspektive të vitit kaluar, ku qeveria për ta penguar gjë që sriut, e manifestimi që do të dalim tash, e pandërdos një sator, 56 metra gjatë, për t'ja zërë frymën, gjë që sriut, po t'i shmuën, po ne fiksuan popullësit dhe ne fiksuan qytetarët. Diçka e ngjashme, e ku më thonë dhe mjetet të informimit, është edhe nga qajore. Në Prizrenën e legjendare, në Prizrenën e lidhjes demokratik, e lidhjes Prizrenës, e qëndresës, me lejen e pushtetit dhe me lejen e qeverisë parafalojnë grupe që nuk i dihet as origjina, por që kanë qëllim rritë psikologjik. Unë edhe herë e përfili, mos freksohemi nga këto bonda edhe me këta njerëz e këto grupe që nuk kanë me mujt me ndorë. Njëta që ndodhi edhe në nënshkrimi i marrëveshjes apo me memorandumit në mes të qeverisë Kosovës, Bikut dhe Hoxhallarëve për ndërtimin dhe investimin e një gjamie dikon të lumi i. Kuptimin e asaj
për me realizu qëllimet të tyre politike. Nuk është tragedi, nëse një njeri ose një kryeministër, ose një president, po, ajo që ashtë të mejtë, e ronë për mua së kërë. Kemi shkuar në bibliotekën, me shkrim, kemi kërkuar, 3 herë kemi ardhur deri në tepër të Marveshës, ne kanë kaluar për ta marrë turbimin për gjerë pasur. E aty kemi ardhur në katedrën e historisë, aty ku hum kryo në histori, edhe profesorët e mi, që kam shkuar për master, e mbyllën derën e fakultetit historisë, për mos në bëhet konferenca shkencore. Kemi ardhur dhe këtu një herë, ta ka thonë me shku atje të rektoratit, kemi shku edhe të institucioni, kemi folë, edhe kemi kërkuar, ma në fund, 2-3 ditë përpara, e lejuën sa për me e majtë këtë përme. Shtë pra, për mësë me marë po, juve ju falenderoj, që një pjesë atë vlerë, pjesë e qlirimit Kosovë. Andaj falenderoj edhe njerëzit e gjitha anëve që kanë marrë pjesë, edhe prej Shqipërisë, edhe prej Italisë, edhe prej vendeve të tjera, Maqedonisë, edhe prej Kosovës. Për fat keq, edhe një numër i profesorëve të mesjetës në Kosovë, kësaj radhe, i ekën përgjegjësisë. Po megjithatë, s'ka me mund me hikur kur përgjegjësisë, nuk jem dalë të asë me kërsnu, si jem dalë të asë, por ne kemi obligim që ta vazhdojmë ta më bëjmë besupet, kur në villin tonë, përtimin edhe në lejmin e kulturës gjuhësisë, dartë, muzikës, shkencë. Pra, faleminderit për gjithë juve që keni marrë gjithë këtë rrugë plot, edhe keni ardhur për më na ndihmuar, sepse ndihmon edhe vetën me këtë problem shkencor. Pra, faleminderit shumë. Me siguri nuk ka profesorin e qëreve, atëre të rasëm në profesorin doktor Petre Muhatër. Edhe kjo nga qasë nuk pas ka ardhur, e të rasëm profesorin Lërgjëm Lajqe. Nuk është asaj, më radhë vjen tani Bedre Islame, profesori Bedre Islame, nipi i Mizene. Qka vjen në rrugë, qëta vjen? Regull, të risat vjen aje të rasëm Gjergji Likaj, nëse është këto. I faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Më emocionuan shumë fjalët e Avdis, edhe e përgëzoj, edhe I them që ora e Shqipërisë, zonat e maleve nuk do të lanë vetëm, do të ndihmojnë. Kur kam qenë këtu para 2 viteve, konferenca ka qenë plot, sabotimi shifet, armiqtë e kombit shifet. Tani unë kam bërë një simpozium, një të shkurtër, ku flas pse na sabotohet Skënderbeu. Me lejen tuaj do ta lexoj shpejt, që pastaj të jep edhe zëvendës kryetarit të bashkisë që na ka ndërruar me pjesëmarrjen e tij. Fati I njëjtë I Skënderbeut dhe Hermanit ose Arminiusit. Sot, me datën 6 maj, unë përgatita një krahasim të heroit ton kombëtar Skënderbeu me Arminiusin. Sepse të dy kanë pasur të njëjtin fat, të dy luftuan për lirinë e popullit të tyre, të dy kontribuan në etnosin kombëtar. Ja po ju shpjegoj më poshtë. Të dy u morën në oborrin parandorak si flik, për t'ju premtuar që sepse ishin bi princit që asnjëri nga të mos rebeloheshin. As të mos rebelohej babai I Arminiusit, as të mos liberohej babai I Skënderbeut. Më pas, ato u bën komandant të vlerësuar ushtarak, se normalisht I studiojnë, megjithatë asnjëri prej këtyre nuk e harroi gjuhën e vet dhe u kthye për të bashkuar klanet shqiptare. Arminius I bashkoi fiset gjermane duke I përfshirë në popullin gjerman, ndërsa Skënderbeu bashkoi fiset e arbërit duke themeluar shtetin e vazhduar nga Dimitri Progroni në 1995, po kështuan nga konfederatat e fisëve ilire, sepse thonë njerëzit se kemi pas fise. Sa do të mundohen e të na bindin historianët e majt, sepse kombet u krijuan me revolucionin francez, kjo nuk është e vërtetë. Nëse referohemi Talmudit, Biblës, Koranit
dhe libra fetare abrahamik, ato thuhen ne u krijuam popull dhe kombe Izraelit, kombi Izau, etj. Po kështu, edhe Julius Cezari në veprën e tij Bellicum, ai përshkruan kombet gale, pra kombet kelte. Dhe te Germanika ai tregon gjenocidin që bën ndaj popullit gjerman, duhet të dimë këtë gjë. Si Skanderbeu, ashtu e Jaminis, janë të dy të përdorur nga regjimet të ndryshme për ideologji diktatorit. Fakti që janë përdorur nga kriminal diktatorë si më që përmendëm Enver Hoxhën ose Hitlerin, si mund përmendim Enver Hoxhën apo Hitlerin, kjo nuk do thotë se figura e Skanderbeut dhe figura e Arminiusit janë kriminal. Thjesht u përdoren në emër të tyre. Figura e Skanderbeut është simbolika e cila te kalon kufit kombëtare tona, po kështu edhe Arminiusi është një figurë që te kalon edhe kufit. Megjithatë, historianët e majt nuk I pranojnë këto dy figura kombëtare, ato preferojnë Spartakun si një hero pa dhej, ju keni pa filma Spartakut, që gjithë e njihni Spartakun, sepse ai paraqitet si një figurë pa dhej I një grupi etnik pa përcaktuar, megjithëse ishte kanë ngal, dhe duke qenë Gjerman e tikëtojnë si Skanderbeu. Nuk e duan Skanderbeun, pse? Sepse mendojnë se rrit nacionalizmin. Të dy figurat janë sulmuar në mënyrë brutale përmes përpjekjeve për të çmitizuar, e thuan ata, sepse nuk e them, synimi ka qenë zhveshja Hermanit dhe Skanderbeut nga rëndësia e tyre historike. Sot, nëse e pyet një gjerman, pak veta mund ta lejojnë figurën e Arminius, edhe nëse jetojnë afër Teutoburgut. Historiografia e majt I ka dhënë prioritet temave të tjera historike, siç mund të jetë për shembull siç mund të jetë historia klasike, dhe duke nxjerrë jashtë moldet dhe narrativen e nacionalizmit ose klasicizmin, dhe duke I dhënë shumë betejave sociale, gentrifugimit dhe kolonizimit. Edhe Skanderbeu është tentuar të çmitizohet, por fatmirësisht, edhe veprimet si kjo e sotit, fatmirësisht, veprimi ynë e kanë mbrojtur heroin ton kombëtar që mos në përkëmbet nga njerëzit të cilët kanë një agjend të caktuar dhe I nevojtë. Skanderbeu, heroi kombëtar I Shqipërisë, I njohur ndryshe si Gjergj Kastrioti, me emrin e tij të vërtet, ose Arminiusi në Herman, I njohur me të dy janë figura të rëndësishme të rezistencës europiane kundër dy perëndimeve të mëdha. Edhe pse jetuan në epoka të ndryshme dhe në hapësira të ndryshme, kanë pika shumë të përbashkëta personale, ashtu siç është edhe misioni I tyre historik. Origjina dhe Fermini, Skanderbeu lindi në një familje fisnike shqiptare në moshë të re, u mor penga Perëndoria Osmane, ku u rrit dhe u formsua si komandant ushtarak. Në mënyrë të ngjashme, Hermani ishte princi I fisëve gjermane, Cerukëve, ju e dini, këtë se më vonë quhen alemanët, që do thotë gjithë burrat ose germanezët, Cerukëve, dhe u rrit në Rom, ku mori edukimin dhe trajnimin ushtarak. Të formuar brenda perëndorive që më pas luftonin si figurat e tyre, ato I dolën kundër këto perëndorive, ku rriten dhe u bashkuan me popullit. Mund t'i quajmë tradhtar? Jo, sepse ato I shërbyen për të. Tradhtia ndaj perëndorive, por besnikëri ndaj kombit. Skanderbeu u shkëput nga osmanët dhe u kthye në Adhej për të udhëhequr kryeritjen shqiptare. Hermani, megjithëse ishte oficer I perëndorisë romake, komandonte legjohet, organizoi fshehur një aliancë fisnore kundër Romës. Në sytë e perëndorive, këto tradhtar, pra përbashkimin e fisëve ceruke, brite, gjermane e tjerë, ishte një diçka e vështirë, sepse në atë kohë ishin konfederatat e fisëve. Betejat vendimtare, Skanderbeu luftoi për 25 vjet kundër ushtrive osmane dhe mbrojti kalare kurës. Hermani shkatroi 3 legjione romake, dini në vitin 69, kur ne po bënim përmbytjen e Batos, Plinit, Brugëve dhe Decidiatëve, në vitin 69 u shkatruan 3 legjionet romake në Teutoburg në betejën e Kryit. Të dy ndalën zgjerimin e perëndorisë. Skanderbeu ndali zgjerimin e perëndorisë që mos shkonte në perëndim, shpëtoi perëndimin. Po kështu, edhe Hermani ndaloi zgjerimin e perëndisë romake në Limes, ose siç njihet sot Danubi. Roli I identitetit kombëtar. Skanderbeu është simboli kryesor I identitetit shqiptar I lirisë për bashkim kombëtar. Hermani u bë simbol rezistencës gjermane dhe më vonë u mitizua në Arthojza si themel I vetëdijshëm kombëtar të mëdha. Të dy shndruan në figura themeluese të identitetit kombëtar. Dallimet mes tyre, Skanderbeu krijoi një shtet rezistencë të organizuar me diplomaci aktive, sepse përveç faktit që ishte luftarak I Zotit, Skanderbeu ishte një diplomat dhe këto e dëshpërojnë shumë mirë letrat dhe uborrat e tyre. Hermani veproi më shumë si udhëheqës fisnor, pa krijuar një shtet të shndrueshëm, sepse u tradhtua edhe nga kushëritë e tij. Skanderbeu u njoh gjithsesi në Evropën e kohës dhe këtu kemi parasysh Biemin, kemi parasysh Barletin, të cilët shkruajnë veprat të jashtëzakonshme. Hermani u mitizua, thonë, me shekët me vonë sepse duhej për ngritjen e kombit gjerman. Skanderbeu dhe Hermani janë dy figura paralele të historisë europiane, udhëheqës që përdorin njohuritë e fituara nga perandoria për të mposhtur të njëjtën perandori ku ishin. Skanderbeu dallohet për qëndrueshmërinë, organizimin e shtetit, ndërsa Hermani për goditjen vendimtare qëndroi rrjedhën e historisë romake.
Të dy mbeten simbole të pavdekshme të regjistencës kombëtare në kohën kur vendet e ndryshme janë përballur me përpjekje për të çmitizuar ato dhe për t'i luftuar. As nuk janë arritur, as nuk zvoglohet. Origjina e mitit të tyre që duan një shoqëri pa harroj. Kush do shoqëri pa harroj? Ato që duan ta bëjnë si delet. Ato që duan që të mos hamë mish, që të jemi një duft dele, jo një tuf luhanç. Edhe armiqtë tanë që bashkëpunojnë me ta. Skënderbeu, sipas tyre, jo sipas meje, u mitizua në shekujn e 15 deri në shekujn e 16 nga kronistë mall europian që donin një figurë të krishterë, sepse Rikard Zemërloani dhe figurët e Kërzak kishin kaluar dhe donin një figurë të krishterë. Hermani u mitizua në shekujn e 19 kur Bismarcku dhe Gjermania arritin një nacionalizëm kundër Romës. Mitizimi i Skënderbeut është bashkëkohor me jetën e tij, ndërsa i Hermanit është i produkteve të epokave më të vonshme dhe unë nuk jam as 1% dakord. Më falni sepse unë jam vetëm të cituar. Skënderbeu për çfarë u kritikua? U kritikua si feudal në kohën e komunizmit. Hermani u kritikua si figurë fisnore, sepse kjo është. Skënderbeu akuzohet për mitizim nacionalist, pra në një rast nuk ishte nacionalizëm, tani mitizim nacionalist. Hermani akuzohet si instrument të nacionalizmit. Skënderbeu minimizohet nga temaet për rolin e tij fetar ose për rolin europian, ndërsa Hermani shkëputet nga nacionalizmi modern. Skënderbeu është një rikthim ideologjik në komunizëm dhe në postmodernizëm. Komunizmi e dëmtoi Skënderbeun duke quajtur si luftonte edhe vend perëndimor, por nuk është e vërtetë. Ai luftoi vetëm me venecianët dhe ishte i vetmi person që djegoi Serbin. Ndërsa me mbretërinë aragoneze, ju e dini shumë mirë që ka pas marrëdhënie të mrekullueshme, edhe arbreshët shkuan dhe jetuan në Trshtjella dhe në territoret aragonezëve. Që mos të zgjatem shumë, kjo si më thanë, rikthimi ideologjik i komunizmit, lufta ndaj komunizmit e bën atë në Hermani është përshikim akademik për abuzimet që bëri nazizmi, që nuk është faji Hermanit sepse bëri nazizmi apo jo. Konteksti i çmitizimit, Skënderbeu u çmitizua pjesërisht në regjimin komunist për shkak se thash lidhjes të tij me perëndimin që nuk e donte. Hermani u çmitizua se për fajin e Hitlerit, gjoja keqkuptimi racor, si mund ta themi, ideologjia naziste erdhi nga Hermani që ai nuk e kishte këtë qëllim të keq. Në dy raste çmitizimi erdhi si pasojë e jashtëgozimit dhe abuzimit ideologjik, çka nuk është faji i tyre. Metoda e çmitizimit thekson topsitë të figurës njerëzore, ka qenë njeri, nuk ka qenë hero etj. Për të smetizuar legjendat, zbuglon ndikimin e tij real historik, paraqet si produkt të propagandës, krahason me standardet moderne dhe anakronizëm. Këto metoda anashkalojnë kontekstin real historik. Dallimet mes kritikës shkencore, kritika shkencore, analizon burime, pranon mollështinë në kufi. Çmitizimi ideologjik synon të realizojë dhe të rrëzojë personalitetin, ta kthejë gjoja njeri, si për Skënderbeun ashtu edhe për Osmani problemi është kritik dhe relativisht. Përfundimi. Skënderbeu dhe Hermani janë figura reale që kanë ekzistuar vërtet, që gjoja u shndërruan në mite, por u mbajtën në zemrën e popullit tonë, sepse vërmetaria e tyre pati ndikim të jashtëzakonshëm. Përpjekjet për të çmitizuar shpesh pasojnë frikë nga simbolet kombëtare, nga armiqtë tonë, edhe të kombëtarë dhe reagimin e ideologjisë. Çmitizimi nuk duhet të shërbejë për të mohuar historinë, por duhet të shpenzojë nëse është me qëllim të mirë për të afruar me ngritur zonë. Po duhet të shërbejë për të afruar me një zhvillim të vërtet shkencor dhe politik dhe çfarë do na shërbejë për të ardhmen. Tani, ideja është çfarë do na shërbejë për të ardhmen, pse e bëra këtë krahasim? Siç e thash në fillim, nëse e pyesim një gjerman, ai nuk di asgjë për Hermanin. Nëse e pyesim një shqiptar fatmirësisht, i di dy fjalë për Skënderbeut. Kjo është arsye e madhe. Por, fal Skënderbeut ne jemi ky kom si jemi. Fal Skënderbeut na nderon gjithë bota. Skënderbeu ka monumente në çdo vend të botës. Unë tani ju largohem dhe duke kërkuar që t'i japim fjalën pak minuta që ka ardhur nga San Marzano, i cili është një vend në Puglia, miku tonë të gjithë shqiptarës Lorenzo, i cili është arkeolog historian dhe është edhe zëvendës kryetari i bashkisë së komunës së San Marzanot. Okej, tani unë do të përkthej sepse ky do flas në italisht. Më fal, unë jam Lorenzo, përshëndetje. Unë flas shqip, jo shumë më mira. Jemi arbresh nga Italia, nga Puglia, katundi San Marzano, afër Taranto. Jemi këtu për respekt e figura e Giorgio Kastriota e Skënderbeu, e për respekt të populli Kosova e dhe shqiptare të gjitha. Skënderbeu për ne nuk ishte eroj kombëtare, ishte eroj ndërkombëtare, sepse për Skënderbeu
kemi një jeta bukur tani, sepse Italia, aragonesi, shumë raport me Gjergji Kastriota Skanderbeu, e Arbreshe jeton në Itali me respekt të gjitha italiani për Skanderbeu. Jemi shumë Arbreshe në Itali, jemi paka shumë 50 bashkis. Kemi orgoglio, come si dice? Krenari. Kemi krenari, sepse ku flasim për Skanderbeu në bota, Skanderbeu për ne ishte babi i madh. Ishte një jo vetëm eroj. Më fal, në italisht. Falë italiano. Skanderbeg è praticamente colui che è riuscito a mettere insieme tutti gli albanesi Skanderbeu është ai që bashkoi të gjithë shqiptarët e soprattutto è riuscito a, come dire, collaborare con l'Europa occidentale. dhe është ai që bashkëpunoi me Europën perëndimore. Se parliamo di l'Albania, Kosovo come nazioni europee, Nëse flasim për Kosovë dhe Shqipëri si vende europiane, lo dobbiamo al lavoro di Skanderbeg che ha fatto con tutte le maggiori corti e personalità del Medioevo di tutta Europa. kjo i qëndron në Skanderbeu dhe marrëdhënia që pati me gjitha udhëborët e mesjetës dhe të Europës mesjetare që qishim. Se noi siamo qui e siamo fratelli, lo dobbiamo a Skanderbeg. Se ne jemi këtu, jemi vëllezër, i detyrohemi gjithë një Skanderbeut. E noi a Brescia, in ogni luogo dove andiamo e dove troviamo una scritta Kastriota, Skanderbeg, una statua, ci sentiamo a casa. Dhe ne Arbresht, kudo që shohim një monument të Skanderbeut ose një rrugë ose diçka të shkruar të Skanderbeut, ne ndihemi si në shtëpinë tonë. Ora, cosa possiamo fare per le nuove generazioni? Çfarë do të bëjmë për brezat e ardhshëm? Per far capire a loro quanto è importante l'opera di Skanderbeg. Për t'i bërë që ta kuptojnë sa është e rëndësishme vepra e Skanderbeut. Nel mio paese, tanti ragazzi, noi abbiamo la statua di Skanderbeg, Në San vende e Marzano, tij shumë të rinj, se këto kanë edhe statuin në San Marzano të Skanderbeut, e tanti ragazzi mi fermano e mi chiedono, ma perché noi abbiamo la statua di Skanderbeg? e ndalojnë dhe e pyesin pse ne kemi statuin e Skanderbeut. Allora, queste occasioni, come questo simposio, sono un momento per incontrarci, ma anche per nuove strategie di comunicazione, per raccontare chi è stato Skanderbeg. Këto mundësi janë një element i mirë për të takuar, por edhe disa strategji të bukura për të zgjedhur strategji të reja për të treguar kush ka qenë Skanderbeu dhe pse na shërben. Oggi io ringrazio tutti voi, ringrazio Sociata Shqiptaria, Gjergji, Loris Kastriota Skanderbeu, kemi shumë takime sot. Sot unë ju falenderoj gjithëve, kemi shumë takime dhe falenderoj Shoqatën Shqiptaria, kufit e Arbrit e tjerë. Ma spero che l'anno prossimo possiamo fare questo simposio con tutti gli studenti dell'università. Shpresojmë se vitin tjetër do ta bëjmë këtë simpozium të mbushur me gjithë studentët e universitetit. Perché sono loro adesso che devono portare avanti il lavoro che ha iniziato Skanderbeg, che gli Arbresh hanno continuato in Italia. Janë ato që do ta vazhdojnë historinë e Skanderbeut, një punë që e filloi Skanderbeu dhe Arbreshët si puna e Lorenzos e mbrojtën në Itali dhe nuk e harruan. E të gjitha shqiptare të bota. Dhe gjithë shqiptarët e bota na bëri krenar. Faleminderit të shumë. Gëzuar. Questo è Skanderbeg. Edhe diçka. Nuk ka ardhur vetëm, ka edhe 3 përfaqësues që e kanë shoqëruar nga San Marzano. Poi, jemi me një delegacion, një grup historik të San Marzano, Katundi mi sembra, një shoqata kulturore dhe muzikore. Janë shoqata kulturore muzikore të gjithë që shohim këtë jetë parada. Punoj nga 1967. Nga 1967 punojnë për të mbajtur frymën kulturore të atij vendi. Opera një profesor Carmine de Padova, ka fillon shkolla Arbresh in Itali në San Marzano. Shkolla e parë që u fillua për të mbrojtur gjuhën, sepse ju e dini, Arbresht e mbrojtën gjuhën për një kohë të gjatë, por kur filloi globalizmi shkuan të punonin në vende të ndryshme të Milano, Torino, atëherë humbën gjuhën, për të mos e humbur tani po mundohen që t'i japin mësim gjuhës shqipe dhe ta njohin. E adesso Nico, Anna Maria, Angelo continuano l'opera del professor De Padova
tramite la musica, tramite il teatro, la poesia. Tani Niko, Ana Maria dhe Angela vazhdojnë punën e profesor de Padove me muzikë, me teatr dhe me historinë. Poesia. Poezia, okay. Shi jemi pas dite, ora 4 pak a shumë, në sheshi Shihemi pas dite për kryesore për show dhe arpesheve. Faleminderit shumë. Ju faleminderit shumë mundësisht të gjithë falësit edhe ata që kanë recitu poezi nëjse ata kanë kohën e përcaktuar, mirë po kryesisht falësit ta keni parasysh të fulesni pak më shkurt për arsye që 15 minuta në ora 12 duhet ta lirojmë sallën për shkak që është edhe një organizim tjetër. Ju faleminderit për mirëkuptim. Tani ka rodhën e poetesha Hava Shabanaj. Përshëndetje për të gjithë. Jam e nderuar që jam prezant këtu për këtë ditë jashtëzakonisht të veçantë. Dhe pranë këtyre njerëzve me vlera që ata njerëzore dhe kombëtare. Atëherë unë do të ndoj një poezi për sot. Ma fort. Në Venedik, derisa shijaj aromen e kafes së pjekur në furrën e vjetër veneciane, para syve me dalin të pare të fisit arbror, të cilit kërkonin ndihmë nga Republika e Venedikut për të dalë përballë hordhive mongole. Gjergj Kastrioti bën të ballë hordhive shpellare, paria e Venedikut dridhte kokën dhe bën të sehir, a thua, a ka lindur nëna djalë që me Sultan Mehmetin të fludzoj shpatë. Flota veneciane jetonte në ethe dhe këmbanat e kishës rrallamin të renat, diku në dibër Gjergj Kastrioti pushante në pritje të ndihmes. Derisa shijaj aromen e kafes së pjekur veneciane, në kokë me thurën krenari dhe vaj, e syt shikojnë qytetin e urave të dashurisë dhe gondolave të ralla. E karnevali vjetër barak vazhdon të ruaj imazhin e fitores, e unë, bia arbrore, mbeta shqipoj në Alpet shqiptare. Të lumë të Hava Shabanaj. Tani me rodhë është Dibran Gase, pa ashtu e reciton një poezi. Ju kërkoj falje, nuk pas ka me recitu poezi, por fjalem diçka Dibran Gase. Përshëndetje gjithë praneshmëve, respekt të qatës kulturore, kufit të arbërit, respekt atë gjatës që ka organizu këtë, nga njëherë po pjus vetëm, a thua e fituam lirin, e fituam edhe shtetësin. Po na vrasin liria dhe shtetësia që kemi, ke pavarësi që kemi, mos po na vrasin, sepse sikur jemi mësuar të jetojmë, të pushtuar me shekuj e shekuj, dhe kjo liri nuk më na pëlqen. Përse institucionet, vend që institucionet e shtetit, vend se barqet institucioneve, e të politikës, jenë kujdesën që të organizojnë të tilla takime, të tilla manifestime, këte po të tyrohen të bëjnë grupet caktuara adetaresh dhe lëvizjes adetare në mbrojtje të vlerave, figurave kombëtare, kulturës kombëtare. A nuk është e tërshme kjo që apo na ndodh? A nuk është e tërshme? Vërtet, është e pa imagjinueshme ta mendojmë këtë. E unë do ta lexoj, e kam një
një tekst në lidhur që quhet ose titullohet e drejta e mitizimit të figurave marrëdhore kombëtare. Sepse shpesh po shoh që ka tendenca që Gjergj Kastriotin ta ulin sa më shumë. As ma keq edhe historian caktuar, se gjoja në emrin të demitizimit. Po pse mos kemi të drejtë na ta kemi në vetë, sikur se kanë gjithë popujt tjerë. A është e turshme këtë mos ta kemi? Pavarësisht që na jemi njerëz, na dim që mitet ishin njerëz, nëse kanë ekzistuar realisht, edhe kanë vepruar si është Gjergj Kastrioti. Megjithatë kombi shqiptari duhet një mit. Ai mit është Gjergj Kastrioti, që unë e quaj profeti ynë, edhe duhet jetë profeti ynë. Përse kombet tjera pas kanë të drejtë të mitizojnë figurat e tyre historike kombëtare dhe të përfitojnë nga to? Përse na shqiptarët po i lejojnë figurat kombëtare fetare të popujve tjerë, veçantë ato fetare, t'i pranojmë e trajtojmë si figura të shenjta profetike? Nëse tjerë unihen e pranohen mitizimet e figurat të tyre në profetike, përse na ato pranojmë si tonat, ndërkaq që në formën më të turshme i mohojmë të drejtë vetvetes, kinse në emër të vërtetës dhe një farë krenie të pronësimit të së vërtetës duam të shpitizojmë ato. E në anën tjetër shumica jonë përformojnë në mite e profetën të huaj. Popujt tjerë arritën për të na imponuar mitet e tyre të profetizuar, përmes pushtimeve apo dhe forma tjera me çka na konfiguruan në pozita inferiore, të nështrimit të turpshëm me pasojë të rënda për kombin tonë. Duke pranuar figurat e tyre të mitizuara në trajt profetike, të aspektit fetar, pushtuesve u amundsuan të na sundojnë më lehtë, të na glabrojnë territorialisht e kombëtarisht, se sot të jemi këtu ku jemi, këtë kurrë territorialisht e kombëtarisht me rrezik të madh të zbërjes kombëtare. Ta ish pushtues e pasardhës e tyre, as sot nuk po rrestin të na atakojnë, po përmes figurave të tyre fetare as ndimtare. Të njëjtit apo pasardhësit e tyre po na cenojnë fetarisht e kombëtarisht në format e sofistikuara moderne. Shteti serb, duke ruajtur e promovuar të drejtën e vetë në sloganin Kosova i Metohia e Kolevka Serbia, në thojza, gjithësisht, në thojza, Kosova është djepi Serbisë, duke përdorur figurat e tyre gjëja se historike të mitizuara, e bën këtë. Shteti turk, për të lume kryen aktivitete përmes ndikimit fetar tek shumica jonë dhe imponimit mbi politikanët e pushtetarit tonë me të drejtën e rikuperimit të së kaluarës e kushtimit të sundimit osman, të vilajetet të saj të shtrira në trojet arbrore për mbi 500 vjet sundim, barbarë, duke konsideruar si zonë të vetën rivendikimi, sepse ata pas kishin qenë si rintarët tonë, thojta si rintarët. E vërtet edhe këtë që sot po, domethënë. Sepse kanë arritur që përmes ndikimit fetar dhe joshje materiale e doktrinave të besimit të angulitin të nëtrurin në shumicës tonë. Kështu fuqizuan idenë tek shumica jonë për vërtetarinë e islamit politik, jashtë asuazave të besimit të pashtimit shpirtëror. Duke portretizuar sundimtarët e tyre osman si profetën, bashkë me profetin e tyre fetar. Përmes kësaj kanë arritur të rënjosin idenë për të thyrë të nigruar figurat, simbolet, vlerat e kulturën tonë kombëtare. Dhe askush nuk merr masa, as shteti, as institucionet, as kush nuk merr masa që këtë ndalon. Fatkeqësisht, shteti ligjor dhe institucionet përgjithëse po heshin në raport me këtë keqje, që po na kanos, po dhe parqit politike pushtetar po heshin ndaj të tilla aktivitete biledhe për ma keq, po i mbështesin e favorizojnë. Paska se na jemi shtet laik, tu po zbët shteti laik, hapa sabi, deri në instalimin e shtetit teist, po heshtin shumica nga akademikët, intelektualet, profesorët universitarë, mësimdhënësit, institucionet, akademike arsimore, kur nuk heshin favorizojnë islamin politik dhe partit e tyre. Ky është mjerimi ynë njerëzore kombëtar. Prandaj, vetë rasti siç e shpjegoi profesor Gjata se si e kanë enë poshtë e naltë për mja dhonë një hapësirë të saktuara që ta mbojnë këtë takim për vjetorin e lindjes së Gjergj Kastriotit. Prandaj, përse na mos të konsiderojmë e trajtojmë figurën e Gjergj Kastriotit si një figurë mitike, e vendvarrimin e Gjergjit në lehtë në vend të shejtë, përse mos ta quajmë Gjergj Kastriotin profeti ynë,
figurë madhore të kombit, që t'i përkullin në ndere krenarit përjetshme, kombëtare. Nëse nuk e bëjnë, profetit e djallit e kanë lidhur e pushtuar trurin e shumicës tonë. Pra, le të shpallin Gjergj Kastriotin, kryeherojnë e kryzotin tonë, profet të shqiptarisë. Çdo shqiptar që ka tru e pak mend në te, dhe që e do këmbin e vetë, Gjergj Kastriotin, e konsideron profet të shqiptarisë. Le ta kujtojmë, nderojmë dhe le ta mbajmë për herë në mendje profetin tonë kombëtar Gjergj Kastriotin, si një udhë rrethyes të pazavencueshëm për nder, besë, krenari e ecë përpara, në rrugtim me botën e përparuar me vera euro-atlantike, të ndarë një herë për gjithmonë nga çdo lloj ideologjie politike fetare orientale, se vetëm kështu do të jemi të pastruar njerëzisht e kombëtarisht nga çdo lloj të keqje. Urimet të lindja kryeheroit tonë kombëtar, profetit tonë Gjergj Kastriotin. Lavdi e përjetshme për jetën dhe veprat madhore të profetit tonë. Ju falenderoj. Dhe tani ka rodhen poetja Violete Gashi. Përshëndetje të gjithëve. Nga ju pres një dorë trokitje për përshëndetje. Poezia ime emërtohet Gjergj Kastriotit. Qismja Osmane ka marrë peng, lindje të çmueshme. Qismja Osmane sariti me vend beng, shtatin dërqizme, mendje dhe zemrën e poletër Gjiponjës. Hapat qizme u amësoj, rrugë të gjatë për qafoj, qizme që shtangoj, ersire në poles në dritë praktikoj. Të madh e të vogël kundër qizmes i bashkoj, polesës Shqiponjës jetën i adhuroj. Faleminderit. Në rota në është profesori Arben Arife. Nuk është këto, e thrasun profesorin Besim Morina. Nuk është asaj këto, e thrasim profesorin Ramadan Klogjri. Përshëndetje të gjithë. Ramadan Klogjri, kryetari i shoqatës kulturore atletare mbar kombëtare Mokra, Tiranë. Ne ju falenderojmë për organizimin që bëni, profesor Avdiun edhe për ftesën. Ne kemi ardhur nga Tirana, 5 veta të kryesisë, me 2 pika orientimi. Të parën duam të përshëndesim me një material historik të Gjergj Kastriotit Skënderbeut, që e kemi titulluar Beteja dhe historia e Gjergj Kastriotit Skënderbeut në Mokrë. Si të thotë në fushën e Torvjollit, ose Domosdova kush e ka njohur, që kemi goxha luftë historike që është bërë në ato kohë. Dhe kemi shumë të rënë nga zona jonë. Megjithatë, më gjatë do të flasë historiani dhe sekretari zoti Zenun. Më mbrapa, sipas traditës tonë, duam të përshëndesim me një këngë, sipas variantit tonë që kemi të shkurtër sa për pjesëmarrje, dhe ju falenderoj gjithëve, suksese. Presento. Tani është Zenon Fero. Përshëndetje gjithë. Ju falenderit për ftesën që i bët shoqatës Mokra, që ndodhet në rrethin e Pogradecit, në bashkinë e Prensit. Dua të them që Mokra është një krain gjeografike, në pellgun gjeografik
që rrjedhin të gjithë ujërat e shkombimit. Është një krajinë me histori shumë historike. Ne në Mokër, në selcën e poshtme, Pelion, kemi varret, 5 varre të mbretëve ilirë, që është rasti rrallë në Ballkan dhe në Europë. Tjetër, në Mokër, të kemi lexuar thellë, ka qenë qyteti i Enkelenjve, që slavët bën çmos që ta zhdukin, e ta coptojnë e ta bëjnë. Mirë po, Bardhyli i parë, me kapetanët e vetë, krijoi mbretërinë e parë lire, që kjo mbretëri bizotëroi mbi tokat e Orit, Pogrebecit, të Strugës e të tjera me radhë. Do të themi një gjë që Bardhyli luftoi kundër maqedonisëve, i spostoi nga trojet e Strugës, të Orit, përprap qenë dobësitë e tij. Në Pelion, në vitin 335 para erës sonë, vjen Aleksandri i Madh për të aneksuar trojet e Orit dhe të Pelionit dhe mëna. Mirëpo, përgatitja e mbretit Kliti, birit Bardhylit, bëri që Aleksandri i Madh pësoi humbjen e parë, pësoi dhe plagën e parë, dhe u toroq për ndërtim të qatë Ploçës. Atje qëndroi mbi 3 ditë, 4 ditë, dhe duke shfrytëzuar gëzimin e Enkelenjve, duke shfrytëzuar atë dobësimin e vigjilentës tyre, u kthye dhe i mundi, i dogji, i shkatërroi, mbretëria e Enkelenjve kaloi në mbretërinë e Taulant. Tjetër shpjeguese është se në Pelion është rritur Pirua i Epirit në moshën e përshtatshme për mbretëri. Ai aty krijoi dhe u martua me birin e mbretit Pelionit, Birkenin, gruaja e dytë mas Antigones. Me këtë grua krijoi një fuqi besnikërie dhe adhetërie, krijuan dhe djalin e tyre Elen, që drejtoi lidhjen Elene mbi 25 vjet. Do të kemi një gjë, që Birkena e Pelionit kanë shkruar edhe shumë Elen, ata bëjnë edhe të tyre, por ajo është e Mokrës, e Pelionit, e gjitha me radhë. Ne jemi një shoqat që u krijuam mbas 99-s. Kemi edhe një gazetë modeste, që kemi nxjerrë këtu e 27 vjet, dhe kemi krijuar një bazabend kulturor, adhetar, që po na respektojnë dhe shoqatat motor në Kosovë. Do të kemi një gjë që unë kam për folë mbi Skënderbeun dhe Mokrën. Tani, Mokra ka një pozicion gjeografik shumë të përshtatshëm. Edhe gjithë armiqtë, ordhitë, e qanë nuk aty ka kaluar. Në grykën e Qaftanës, Shkumbinit, dhe kanë dalë në Elbasan e poshtë. Edhe mas ardhjes Skënderbeu, në 43 kruj, ai punë e parë që bëri, mori të gjithë kalatët juglindore, mori fushën e Domosdollës, fushën e Torvjollit, dhe i administroi. Krijoi beslidhjen, krijoi ushtrinë, dhe të gjitha këto masa i drejtoi drejtim Mokrës, drejtim Torvjollit. Aty është betejë e parë e tij, 29 qershor
të 1424. Një betejë që historia e ka shkruar, që Ali Pasha i Shkupit la mbi 50% të ushtrisë, me 7-8.000. La dhe robër, la dhe plaçka, la dhe... Dërsa Skënderbeu pati humbje deri në 2.000 veta. Nga këta kishte 120 kapetanë që ju vranë. Pati plagosje deri në 200 veta. E shumë të tjerë. Mirë po, kjo betejë krijoi besimin të ardhmë. Dhe këtë besim e shtoi dhe më tepër. Këtë besim Skënderbeut ja dhanë edhe në betejën e zhvilluar në 45-ën, në Grykën e Shkumbinit, që aty vepronte Gjeqja Raniti, që kishte në zotërim përveç Kaninës, kishte Shpatin, Vërçën, Mokrën, Polisin, Qervenak, atë Qermenikën e të tjera. Ai e la aty dhe krijoi metodën e coptimit në luginën e Shkumbinit. Bëri atë që turku, kur doli nga Shkumbini, doli i coptuar dhe i shkatëruar. Tjetër betejë që zhvilluam, 46-ën, akoma më coptim. Në 62-shin, akoma më të fuqishme. Dhe arriti deri atje sa fitoret e tija në lugën e Shkumbinit ishin pashmanë. Pastaj Skënderbeu ju drejtua nga zona e Peshkopis. Mirë po zona e Peshkopis është një zonë më malore, ka rrugë më të ngushta, nuk ka kaldrëm ende, dhe kishte më shumë vështirësi, po prapë se prapë përdorte rrugën e Knatë. Do të themi një gjë që Mokra në mbështetje të Skënderbeut ka pas mbi 3.000 kalorës. Kalorës me kuaj mesatare, me kuaj që përdoren në vende malore. Dhe kjo bëri që Skënderbeut kishte mbështetje. Bilemi do të themi edhe një gjë që aq mbështetje ka pas Skënderbeu aty, sa dhe toponimet në këtë zonë janë shumë të fuqishme. Në çdo fshat të Mokrës ka toponime. Në fshatin Rajc, të gjitha dim, është lagja Skënderbeu, është shkalla e Skënderbeut. Në Qukës është lagja Skënderbeu, shpella Skënderbeu, gjurmë e kalit Skënderbeu. Në Kostenj, në Pishkash, në Dardhë, në Gjyrë, në Letër, jetë tjera ka deponima. Mirë po, këto deponima nuk janë se unë gjitën në mënyrë abstrakte. Jo, i ngjitën popullit, në bashkëpunim që luftoi me Skënderbeu. Bilemi, atë që fuqishme është lidhja me Mokrën, sa dhe varret e turqve janë në selës të poshtë, është i fushë madhe. Të gjithë të vrarët, i të roqën turqit i varrosën aty. Pra, ne kemi një lidhje shpirtërore me këtë hero modern, që i thot italianë. Ne kemi lidhje shpirtërore me papën, që papa e dekoroi heroj krishterimi. Kjo luftë, kjo përpjekje e ka vujtu dhe Mokrë. I dogji, i shkatëroi, Bilemia i një sekretari të Turqisë, thot çfarë janë ta, thot, për bindë, që në sulmojnë dhe i kinë male. Se të gjithë ju ki kaluar në atë Gryka. Gryka është një Gryka thepisur, e mbrojtur, e fuqishme, e shkathur, mirë po pozicioni geografik, njerëzit malorë, kuet malorë, armët e ftota, e metoda tjera, bënë që edhe kjo zonë të dëgjohë, edhe kjo zonë t'japi kontributin e vetë në historinë e ardhme. Ju falenderit, ju falenderit.
Tani nësa o kuptu kanë për të kënduar shokët e profesorit. Ju lutem mund të këndoni. Shumë vjetë kanë kaluar kapedanos kanë Shumë vjetë kanë kaluar kapedanos kanë Shumë vjetë kanë kaluar kapedanos kanë Të kaluar kapedanos kanë Komitis të kaluar kapedanos kanë Komitis të kaluar kapedanos kanë Primarit që të treguar kapetanos Primarit që të treguar kapetanos Primarit që të treguar kapetanos Osman i kesh pataruar kapetanos Osman i kesh pataruar kapetanos Kapetanos Evropata kandeluar kapetanos Evropa të kandeluar kapetanos Kapetanos
Gjerman Lej Shqipëria. Ju lumë të shoqata Mokra nga Gjibrazde. Tani me radhë është profesori Mark Palmikaj, po me siguri nuk ka hanë, profesori Palotshëm, një studius, një hulumtues e arkivave të Vatikanit e të tjera. Me radhë është Nue Uroqe. Nuk është këtu. Tani është Gjetën Doje Taraci. Nuk është asaj, më radhë është Gjergje Nikaj. Në fakt Gjergje Nikaj pas ka folur pak me herët. Më radhë është Pero Prifte. Me që ka shkrimin e ka dërguar. Në rregull, në radhë është Ethem Feyzullari. Nuk është këto. Profesori Dr. Pajtem Ribaj. Kemi bërë organizimi kështu, partizanshë. Gjojnë të shqipë. Kemi mbledhur një ditë për kujtimore të 621 vjetorit të ditën e Skënderbeut. Nuk është ditë kujtese, është ditë jetese të kësaj vlere kombëtare në disa përmasa. Jemi në një komunikim të shqip direkt, në më shkëmënej 2-3 mendime. Kam përgatitur material të zgjeruar, po prisa një audiencë tjetër. Me Skënderbeu, nëse gjel Kërcioti Skënderbeu, ai që është quajtur atleti i Kishëllimit ose pasmore në gjuks në Europës përballë osmanizmit, janë shkruar me mira libra, kujtime historike, vepra historike, letrare, artistike e të tjera, i përkujtuar në shumë evente monumentale në shumë kryeqytete të Europës. Është një figurë e gjallë i cili i detyroi të flasin shekujt dhe po flasin shekujt. Është një figurë i cili më tepër se kur na bashkon dhe gjithmonë gjen energji për ta përjetuar si figurë, si mesazhe. Ai ishte përfaqësuesi më tipik që kultivoi, rrënjosi dhe bëri të trashëgohet ndjetesa e këtij kombi në tavazet e mëdha të historisë. Është një figurë e cilësuar në shumë pame dhe e vlerësuar nga shumë personalitete. Së pari, jo vetëm si strateg ushtarak dhe si gjeni ushtarake, po një strateg politik i Europës, i cili për gati një shekull dominoi mendimin politik, vizionin politik, strategjin politike së Europës në shekullin e 15 dhe 16 për të vijuar me shekull. Është figura më karizmatike e Europës së quajtur, e atij shekull, i cili primatik ka vazhduar gjatë. Është një figurë si strategi për masave të pakrahasueshme. Është quajtur gjeni, për shembull Napoleoni e ka quajtur katror nga baza dhe lartësia, duke vlerësuar personalitetin e kësaj figure në disa plane, si strateg ushtarak, si strateg politik, si ministër i armatimit, si gjeni i kohës. Mjafton të kujtojmë që ai është ndeshur me dy perandorë, dy sultanë të mëdhenj, me ushtri që shkonin nga 15 në 25.000 deri 80.100, sipas Robert Angeli. Një personalitet që luftoi ose përballoi luftime të gjata, 29 betejë, në një kohë gjatë 25 vjeçare, kur figura më të mëdha të kohës, Huniadi për shembull, 14 vjet luftoi. Po ndeshje bëri me Osmanin, ndërsa si shkron Fanoli, Skënderbeu zgjeroi dhe i dha përmas dhe një epopeje, si ishte ndeshjet në Itali. Është edhe Napoleoni, një gjeni i kohës së njohur, i cili luftoi po 25 vjet. U mund në fushë betejë, Skënderbeu u mund vetëm nga vdekja. Pati luftime të ashpra, të ngjashme thash, me një strategji mjeshtrore.
ushtrit e vogla e ardisonte pa arritur në kufi. Lugina e Drinit të Zi dhe e Shkumbinit të Sipërm janë tregimtare, si shtregoj dhe kolegu im për Mokrën, të këture ndeshje vendimtare. Ushtrit deri 25.000 veta, qofse keni parasysh hartën ose geografin e zhvillimit beteje i bënde në kufi. Ushtrit më të mëdha i tërhiqte dhe ndeshje në thellësi, mbasi raskapitet të gjatë, është një art mjeshtror me manovrat i gjithanshme, i vlerësuar në akademit më në zëtë kohë, të cilëve duhet të rikthehemi ne. Skënderbeu luftoi me një perandori, mund të themi, ose me ushtrit përfaqësuese të një perandorie. Kujtoj që përfaqësonte perandoria Osmane ose atyre kohëve, të shekujve 15-16. Perandoria më fuqishme, bile edhe në sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare, në historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare, ne nuk e kemi studiuar sistemin Osman, defektet, avantazhet e saj. Një shtet i organizuar ushtarak, me një ekonomi të fuqishme, me zotrime në Afrikë, në Europë, në Afrikë dhe në Azi, mbi 8 milion kilometra katror, që ndërtoi një ushtri të jashtëzakonshme, e formatuar kryesisht mbi kalorësit Akengjin, por sidomos mbi korpset të fuqishme jeniçerësh. Mjafton të kujtoj që përfaqësonte kodi jeniçerë. Midis teje dhe kundërshtarit qëndron paraj, midis teje dhe parajsës qëndron kundërshtari. Ushtari nuk shkon vetëm në luftë, me shpatën e Atagan, po edhe zerdhe dhe pilat, pra i mbështetje logjistike. Atje ku shkel këmba e kalit tënd, atje gjithçka është e jote. Shiko çfarë kodi e tip kishte ushtria, dhe frymëzim mund të përcjellte në fushën e betejës. Skënderbeu ndesh me 15 komandant dhe general të asaj kohe. Mbi 70% i kapi rrogë dhe i vrau, si pas parimit kur bie koka bie ushtria. Është i parimi zbator në mjeshtri, i referuar në gjithë akademitë më mësuese të botës. Është një figurë i përmasave si simboli lirisë. Me zërin e Skënderbeut, me forcën e tij, me këtë frymëzim, kanë jetuar kombe dhe popull, me shpresë që inspirohet nga lëvizje të mëdha, nga qëllime të mëdha, nga forca e madhe, morale dhe shpirtërore, sidomos si qishë Leria e humanizmin, një luftëtar, një strateg që e përcolli humanizmin me gjatë në fushën e betejës. Një luftëtar i vlerësuar si komandanti ose generali më famat i gjitha kohërave, ose James Wells, generali dhe strategu më i fuqishëm që drejtonte një ushtri mbrojtëse. E shumë vlerësime të tjera. Jo pa retorik reale të vlerësuara në atë periudhë, mjafton fakte dhe ka shumë fakte, do shasër shkohat e përcjell dhe auditori, kërkojnë analizë dhe gjithashme. Shquhet për faktorin europian. Skënderbeu ishte figura më karizmatike, thash, përfaqësuese e atij shekulli që i dha ndërgjegje Europës, jo vetëm u bë letë mbrojtës. Jo dini që në vitin 1440 ai cilësoi si pris i krujës, në vonë i ardhur, pasaj mbret 1464 i Shqipërisë, i cilësuar nga Papapiu. Një vlerësim që vinte jo thjesht për deklarata, për eufori ose emocione diplomatike, në realitetin e betejës, një ngjarje që ndoshta meriton protestë gjithashme. Më ndikni apo zgjat shumë? Vazhdojmë. Është një figurë që unë nuk mund ose ku doni ta përqendroj bisedën, tash figurë, më fal. Po. Është një figurë që unë mendoj që megjithëse janë trajtuar dhe vlerësuar në gjitha pamjet, ende meriton të studiohet. Jemi në shekullin 21. Ka disa momente që duhet i bëjmë pjesë e geografisë historike, pjesë e geografisë ushtarake. Bota ka 1-2 beteja kush ka qenë vizita jashtë dhe i ngrihen në pjedestal për vlerat e tyre, për madhështinë, për mjeshtrinë luftarake. Skënderbeu 29 beteja. Unë të them pavarësisht për parimet që janë bërë në studime, ne ende nuk e kemi përcaktuar mirë
vendin e betejave, për të bërë një analizë racionale me një metodologji bashkëkohore, kushtëzuar nga rrethanat e terrenit, e armatimit, e forcës të rreshtimit të ushtrisë, në humbjet reale, sepse si thot Benoli, Barleti nga njerë këndon liksh, ka shifra e egzageruara, panegjirizmi, njithet këto probleme. U takon në ekspertëve tanë për ta bërë të gjallë. Ju e dini, ka disa konstante, dhe konstante më të mëdha është natyra, është terreni, fortifikatat, është koha dhe moti, është morali. Në pikpamjet moralit mund të shtrohet një pyetje e madhe që nuk ka marrë përgjigje. Si është e mundur? Cila është psikologjia shoqërore e shtetarëve të asaj kohe, që e ndoqi Skënderbeu në luftrat të gjata të pandërprera, 25 vjeçare, në betejë të ashpra, me një superfuqi të kohës. Si u realizua furnizimi logjistik, si u realizua mbajtësia morale, si u përballuan humbjet, si u prodhua armatimi, si u ruajt kohezioni dhe shtrirja. Mos harrojmë që Skënderbeu, qendra e shtetit të Arbrit, kishte kufi dinastitë të fuqishme të kohës, që shtriheshin direkt deri në Drenicë, në Sanxhak, në Plap Guci, dinastitë të fuqishme shqiptare, të njohura pasaj kohë. Në ju kishin 4 formacione të mëdha, që Mozakaj, Zenebisha dhe Merad, që shtriheshin direkt deri në Osum, në Deboll, por venin deri në manastir. Ishte një shtet ose një figur i cili e erën për shtatësum zhvillimi ekonomik i kohës, ende se kemi leduar përësisht. Zhvillimet e trebave të Arbrit të asaj kohe barazohen në nivelin më të mirë të shteteve adriatikase. Kishte një frym jetëdhënëse nga dëshmëri për të luftuar kundërshtarin. Pa këtë frym është e pamundur të arrihen gjëra të mëdha. Dhe fshatarësia në masë të gjerë ishte mbështetja kryesore. Ekzistonte një elit, kancelar, magjistër, predikan, në përvoja të jashtëzakonshme betejës, si në Napoli, në vende të tjera, të cilët të gatshëm për ta drejtuar. Nuk mund ta drejtojë një vit pa një ekip. Edhe sot, në teorinë e leadershipit, aftësia e leadershipit dhe çfarë stafi zgjedh, ç'vlera përfaqëson. Skënderbeu ka luajtur mjeshtrisht këtu, në përfaqësim dhe në cilësi. E është vendi për të gjitha komandantët e vend. Ekzistonte vetë Kruja, që një epicentër, po ta shikoni historikisht, e jashtëzakonshëm, e keni me kohë kufizuar, po, dakord, kam diçka tjetër, prandaj kam ardhur. Dhe ky është mesazhi për të ardhur. Vim te një problem. Në qoftë se analizojmë mjedisin sot, në shetullin 21, dhe në këtë moment jemi për të forë sigurisht, shikojmë krahas rrezikeve të ndryshme që nga terrorizmi, krimi organizuar, disifërmimi, lufta kibernetike, lufta hibride, është një problem shumë i madh, është goditur fryma, është goditur shpirti. Djalosh, dhe Skënderbeu e përcjell këtë mesazh. Sot më tepër se kur, shpirtin e një kombi e krijon elita. Për të shpirt, në qoftë se sëmundja patologjike politike e ka kufizuar, e ka goditur të frymë, e pasoja fatale, ishte një shqiptarizëm për shembull që eri ktheu. Kornica thot duhet japë shpirtin kombit. Sot më tepër se kur i domosdoshën shpirtin. Për këtë ka lëvizje të mëdha, do më falni tani një kohë tjetër, tani për një moment tjetër që kemi ardhur. Ka lëvizje të mëdha, ka organizata, ka personalitete që në këtë frymë, në këtë mjedis, ta rinjsjellin këtë frymë të shpirt e domosdoshme për të gjallëruar lëvizjet e mëdha, për të unifikuar vlerat tona, për të ruajtur ato, për të pasur standarde të gjitha në lidhje me institucionet. Është krijuar një institut mbarë kombëtar për referendumet. Një personalitet i fuqishëm, një grup intelektualësh me një personalitet fuqishëm Safet Sadiku, që është Zvicër, me projekt në provinca, me një karrierë të gjatë, edhe arsimore, po edhe luftarake, që nga bashkohës u kishin hopit, i cili ka bërë një libër shumë interesant. Një libër 350 faqe, një libër i nivelit me dokumenta strategjike, i cili në përvojën e shtetet evropiane
të Zvicrës, të Gjermanisë, të sistemeve demokratike, ka shpalosur domosdoshmërinë e një zëri direkt të demokracisë direkte, për të vënë në lëvizje energjik, për të vënë vija të kuqe, vendimarrëse politikëve, aktorët që shpesh e kanë çuar vendin në një zgrip dhe një situatë që edhe këtu po lexohet, në pjesëmarrje dhe në frymë. Falë drejt për drejt, do të jetë drejt për drejt. Është një platformë një libër, është një aktivitet që ka bazë juridike, kontare dhe ndërkontare, që ka përvoja më të mira, që luan me fjalën integrim mbar kontar, i cili do të jetë dominant përballë integrimit mbar Atlantik, që kërkon të pajisë shqiptarët kudo që janë, me një kartë identiteti, si pikë reference për të qenë shqiptar, si një qënësi, gjaku, karakteri, gjua dhe vlere, po dhe një detyrim moral, si një arash të e kombit tënë. Është referendumi i parë të zhvillohet Kosovë-Shqipëri, me prerogativë për të integruar, pasaj për të shtrirë në gjitha hapësirët shqiptare, për të trokitur të diasporat e mërgatat, një bazament, një fondament strategjik i domosdoshëm për të fuqizuar kombin, për të dhënë zgjidhje vlerave politike dhe strategjike të kombit. Është një praktik e gjithanshme që në nështrohet nga të gjithë me dëshirë, me një pot minimale kapë, një kontribut i domosdoshëm për të funksionuar institucionet, bodë në Tirana, në Prishtinë, në trevat të tjera të Ilirikut dhe në diasporë, dhe për të prodhuar vlera të tilla të domosdoshme për çështje të mëdha kapitale, jo vetëm vlera dhe interesat kombëtare, jo vetëm unifikimi i vlerave kombëtare që krijojnë bimësinë e vlerave, si parimi unikal i domosdoshëm për mbijetesën e kombit, por dhe për të integruar, dhe sidomos për të zhvilluar pasaj me projekte ekonomike strategjike që janë e gjithashme. Ju falenderit për vëmendjen, ju falenderoj. I kemi vetëm edhe 25 minuta, 15 në ora 12 edhe janë, po do të ateku që do të mbarojmë këtë simpozium shkencor, atëherë ju mbetet vetëm nga 5 minuta të flasim folësit më radhë. Më radhë është tani Silvana Guga. Është këto? Silvana Guga, është këto? Gjeni Aliçkaj? Po. Ju përshëndes, unë jam Gjeni Aliçkaj, vi nga Dukati i Florës dhe momentalisht jetoj në Afrin për 34 vite. U prezentova, mund thosha edhe thjesht nga Vlora, por krahina ime, fshati im Dukat është një nga emrat më të vjetër të gatishëm ilirik. Të paktën i njohur e dokumentuar 2603 vite para erëson. 2603 vite. Ku është dokumentuar ky emri i fshatit tim, në fakt është fshat Krahin, mbasi është 263 kilometra katror, ajo fillon nga maji Llogorajt, kush është nga Shqipëria e njeh Llogorajt në një lartësi 1030 metra mbi nivel e detit, deri në cepin e Gjusë në Karaburun. Ky është një dokument i cili është një nga dorëshkrimet e Jurij Cezarit në luftën me Pompejin. Ai zbriti në palas i cila është mbas malit të Llogorajt, me anit e tij luftarake, dhe dytë kalonte të vazhdonte luftimet në Adriatik. Në të ngjitur të Llogorajt, ai sipas dorëshkrimit të tij, ai takoi disa njerëz, të cilët ishin nga Dukati, disa burra të gjatë bjond, fisnik, trima, sy pa trembur, dhe që të kalonte për luftimin e tij në gjirin strategjik, se profesor pajtimi është edhe ushtarak dhe strateg dhe e di se kush janë vlerat e gjirit të Dukatit, që është gjiri më strategjik i Shqipërisë, ndoshta i gatishut ilirik dhe ndoshta i mesdheu profesor, nuk e di. Dhe në këtë
rrugtim që kishte Gjulë Qezari, mori leje dhe bërë një marrëveshje që nuk do të kishte të mbjella, dhe nëse do kishte një dëmtim, do të shpërblej. Aty dua ta them edhe këtë sepse faktikisht ne i mbledhur sot për datëlindjen e heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti, që herojt nuk kanë ditë vdekje, kanë vetëm ditëlindje, dhe ekzistenca dhe respekti dhe ruajtja e figurave tona kombëtare është ruajtja e kombit ton. Aty është një burrë e cila ka është lodhur të quhet burri i Cezarit. Kjo histori është shkruar dhe ne kanë thënë pritëtan dhe ne kemi emra djemsh edhe burrash në dukat, i cili quhet Cezar, domethënë të roni sa guri i Cezarit. E dyta, unë jam nga Vlora dhe ju dini që gruaja e Skënderbeu Donika Arianiti ishte nga Kanina e Vlorës. Kështu që jam edhe tezja e pasazhëve të Skënderbeut dhe të Donikës, kështu që duhet isha këtu. Dhe drejtja dhe më kryesorja është që të flasësh për dikë, për këdo që të flasësh, në radhë të parë duhet të njohësh, të respektosh dhe të njohësh, të respektosh dhe të prezantohesh me dignitet, identitetin të kush je dhe nga vjen. Kjo jam unë. Lavdi heroi ton kombëtar Gjergj Gjon Kastrioti. Të flasësh për Gjergj Kastriotin si një legjendë e epokës së tij, është sa e lehtë, aq edhe e vështirë. Është e lehtë të thuash heroizmat e tij, fitoret e tij të një pasqyrshme përballë një perandorie në lullëzimin e saj, por është e vështirë të arsyetosh se si ai i realizoi këto arritje që në pamjen e parë të duket pabesueshme. Të arsyetosh se figura e Gjergj Kastriotit është pika e bashkimit të Zotit me robin, të trupit me shpirtit, të hyjnores me toksore. Fjala e dashës është shumë e varfër për të, pasi në mendje të vinë vargjet e të madhin Naim, kur dëgjon zërin e nënës, qysh e le Gjengji Kopen, blegërin dy atërherë e ikën e merdhen. Strategut, psikologut, sociologut, filozofit të periudhës së tij, shkëndijës së dritës që dogji errësirën për 25 vjet me radhë, simboli i lirisë të natyrës njerëzore, të kurorzuar të gjitha këto në djepin e foshnjës besë të shqiptarit. Të kuptosh, të besosh, të realizosh se fitoria, e cila mban në shpinë të drejtën, nuk varet nga numri shumë pikufomave të padrejtësisë, por nga shpirti i ndërgjegjësuar i së drejtës. Të bashkosh të gjitha rrëket e gjakut në lumin e madh të shqiptarisë, pa ndikime fetare, krahinore, fisnore, madhore, ambicioze, opozitare, në hymnin bashkimi për fuqinë, do të thotë se ke të bësh me njeri të nivelit më të arritur të socializuar. Të thyesh tabun e absolutes, të pamundurës, e cila e ka mbajtur dhe po e mban errësirë njerëzimin, është filozofi, ku Skënderbeu i tha njerëzimit për 25 vjet se gjithçka është e mundur, e nëse Einstein e mbrojti teorinë relativitetit në shekullin e 20, Gjergj Kastrioti e kishte praktikuar 5 shekuj më parë. Historia është e urtë. Ajo nuk ka nevojë të bërtas, se ajo flet vetë me vepra. Dhe një nga këto histori është historia e heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti. Historia nuk është informacion, ajo është karakteri i natyrës njerëzore, është gjenetik dhe për këtë arsye ajo përsëritet. Nëse çdo kush që ndjen veten shqiptar, që në genit e tij pretendon se ka gjak Skënderbeu dhe heronj të tjerë shqiptar, i ka ardhur koha të përsëritë historinë. Në takon ne dhe vetëm neve kjo detyrë që kemi ndaj ekzistencës të kombit ton, aty ku lufta në shekuj e deri sot ka qenë dhe është kaq e ashpër. Të respektosh të parët, do të thotë të ngresh zërin, të bërtasësh për ta, por të ecësh në gjurmët e tyre me vepra. Urdhroni ju shqiptar këtu në Evropë, brenda dhe jashtë trojve tona. Welcome ju shqiptar përtej oqeanit, në Amerikë,
që keni mbajtur në shekuj në vatrat tuaja të ndezur zjarrin e kombit. O sot, o kur, atdheu është në rrezik, kombi është në rrezik. Liria e botës është liria e shqiptarëve. Kto janë fjalët e fundit nga amaneti i generalit themeluesit presidentit të parë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës George Washington me gjak shqiptari nga peja e Kosovës tonë të dashur. Halle madhes, kreshnikes të pamposhturës ku gjaku i bive të saj është akoma i njohur. Lavdi veprës e heroj ton kombëtar Gjergj Kastrioti, lavdi gjaku i gjithë herojve tanë për mëndëdherë. Unë jam pjesë e platformës e Institutit të Platformës e Referendumit siç u prezantoi zoti Pajtim, dhe s'ka nevojë të flas sepse ju foli dhe ju sqaroj. Dëshiroj që nëse vërtet e duam Skënderbeu, i duam herojt tanë, e duam trojet tona, është koha për të bashkuar rreth këtij referendumi, se edhe kjo është edhe tradita jonë, ku vendet, kanunet, ligjet popullore. Tani me radhë është profesori Agran Dalipaj. Nuk është këto? Xhelash Progre. Nuk është asaj këto? Leonard Prifte? Nuk është këto? Fredrik Ruça? Përshëndetje të gjithëve. Kemi nderin që vim me gjithmonë, vim nga Tirana, po kemi nderin që kemi ardhur tek vëllezërit tonë shqiptarët e Kosovës, që jeni shqiptarë. Mund më takon të flas më shumë sepse pedagogu që foli në fillim fare, zoti Pajtim Ribaj, e shpjegoi pikërisht për të ruajtur këto vlera kombëtare. Duhet që zëri i çdo shqiptari të jetë votë për veten e vet. Pra do të thotë që ky referendumi nuk ka punë me partitë që janë parcela që ndajnë njerëzit, e bëjnë tifozlik si punë sporti. Do të jemi të gjithë bashkë. Për fat të mirë, njoh dhe zonjën Loreta Pula, e cila ka sakrifikuar jetën e saj për të krijuar kjo liri që neve kemi sot. Unë mendoj që ju, që jeni vëllezërit tonë Dardan, të bashkoheni kësaj platforme, se nuk i bashkoheni platforme se jemi ne burrat mirë. Jeni vetë ju njerëzit që do e bëni këtë kthesë. Nëse ne do rrim ta kujtojmë si shtet figurën e herojve tanë, duke futi kam edhe familjen Jashari. është një emblem vetë dhe pra këto njerëz duhen respektuar dhe respektoj shteti. Ka ngel në dorën tonë. Shan të flasë më shumë se folin këta përpara. Jo, faleminderit të gjithë respektuese dhe respektues të figurës kryesore kombëtare shqiptare Gjergj Kastrioti. Me kaq që mbaruan fjalimet dhe recitimet e poezive dhe këngët e bukura love, dhe tani do ta përmbyllë këtë simpozium shkencor për figurën kryesore kombëtare shqiptare Gjergj Kastrioti, profesori Albin Gjata, njëkohësisht kryetar i shoqatës kulturore Kufit të Arbërit. Tani pesot. Që gotja kemi arrit qëllimit. Edhe pas një dyshim, jemi nga njësit. Pro, për të gjithë, e kom një format e veçanërisht për këta intelektuale shkencëtarët e krejt, se kjo epokë e re tash, duhet ta e pagëzojmë në emër të ri për këtë çka folëm dhe çka kemi filluar. 6 maj vitit 2022 është dita kur nuk e shpëtuam frymën tonë edhe veprën dhe punën e Gjergj Kastrioti. Pra, shënone, ata që kanë
lapës, ata që kanë men, ata që kanë gjumë. Pas vitit 2000, është të vimi parë 6 muaj vitit 2022, që kemi dalë para Gjergj Kastriotit. Nën trysnin e të mërshme të njerëzve që o i quj ma shumë që s'dinë. Se të mërshme nuk jenë ata që dinë e bëjmë probleme. Mërshme jenë ata që mendojnë po kry vepra. Komtarat votare edhe është ide i qërientu. Pra edhe njerë, ju falendoj gjithve. Atë dhe ju mundet më shpërbly. Jo unë, jo shokët tonë, jo pararësit tonë, po ata që e dërdhën gjakun, pra ndaj ju falenderojmë. Nga zemra, nga shpirti, nga shoqata kufitarëve. Edhe e këm obligim që nga këtu të shkojmë të pimë ka një kafe, ose nga një ujë, gjikun që të në kafe të amar. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që vatë.